prindit dë. Do më thënë, çështjen e gjinisë e tjera. Po Sorosi ka bërë eksperiment, sidomos për përdorimin e drejtësisë si një armë për të goditur opozitën. Ajo që u provua këtu u bë e njëjta gjë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për të kthyer një shoqëri e cila të mirret me drogë, të ketë atë pikpamjen e zhvillimit, do me thënë, ultraliberal, të mos respektohet as çështja e familjes, as e kombit, as vlerat e fesë si mënyrë kulture për të reguluar që shkrete kundër të asaj ku bazohet Bashkimi Evropian, për shembull, vetëm në një rast. Së fundit dua të them që jemi përpara, pse ju bët një pyetje shumë të drejtë, pse ky reziston? Reziston dhe për një gjë tjetër, se duhet shikojmë që ky ka ardhur i përkëdhelu i Perëndimit dhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një kohë kur administrata Blinken e i kishte dhënë me PPP Alex Soros të gjitha gjërat. Një rast vetëm që na ka shkaluar, ju e thatë me drejt që më afër 200 metra pranë ambasadës amerikane. E mbani mend sa exigjent kanë qenë më përpara amerikanët, nuk takoheshin as në kafene që mendoj që ishin njerëz që bënin prodhonin dhe bashkëpunonin për drogën. Tani, në kohët e fundit, Rama, po ta mbani mend, një nga samitet e Ballkanit perëndimor, ku ishte Alex Soros i prezent, udhëheqësit ballkanik dhe të dërguarit kryesor departamentit shtetit të Blinken, i mblodhin në një kështjell në jug të Tiranës, në Shqipërinë e Mesme, kur dihen mirë lidhjet e tregtisë së peshkut me drogës. Do me thënë, këtu... E narkopeshkut. E narkopeshkut që e dim që në kohën e qeverisjes Fatusnanës si vinin ato deklaratë. Do me thënë, këta me arogancën e tyre, me besimin, me pasurinë e tej skajshme, këta bëjnë, kanë kaluar çdo limit, çdo vit të kuqe, dhe duket që vala, sidomos tani e Departamentit të Shtetit, po fokusohet në princip, për arsye sepse Shqipëria është në të gjitha këto gjëra ajo që ka marrë flamurin për të rreshtuar. Pse ka bërë këtë? Sigurisht, një klientelist, një njeri pa horizont, një njeri i cili më shpejt futet në aventurë se sa bën diçka për popullin e tij, kjo është dhe duke përfunduar. Dhe luan shaj interesash, patjetër. Dua të them edhe një gjë. Po çikosh sot, më bëri përshtypje në Parlamentin Shqiptar, domethënë shumë e turpshme, një qeveri që nuk dinte të justifikonte asnjë gjë për një raport që është raporti më serioz në botë. Të cilët, por edhe përfaqësuesja e kryeministrit tha që ju mbani dy standarde, se nga një anë keni liderin e opozitës dhe nga një anë tjetër tha bëheni me departamentin e shtetit. Unë sot kam lexuar dhe analiza të cilat flasin për këtë kontradikt të brendshme të opozitës, të cilët një herë departamentin e shtetit e citojnë kur bëhet fjalë që kritikojnë qeverisjen dhe një herë i rezistojnë kur bëhet fjalë për rastin e zotit Berisha. Tani duhet ta sqarojmë edhe një herë mirë. Jo vetëm si qytetar shqiptaro-amerikan që jam interesuar dhe di përgjigjen, po ka një përgjigje zyrtare nga departamenti i shtetit, që thot, ne këtë gjë që është gatuar në gjuhë popullore, ne nuk do e lejojmë të helmoj atë miqësinë midis popujve dhe shteteve tonë. Kjo është deklaratë zyrtare e dhënë nga Assistant Secretary for Public Affairs e administratës Rubios. Do me thënë me dienit plot të sekretarit Rubio. Nga Partia Demokratike, gjë që e kemi konfirmuar, dhe tjerë kanë bërë deklarata që nuk është Sali Berisha që nuk shkon atje, ata e mirë presin, edhe, po sigurisht... Në fakt i munguar i madh ka qenë Edi Rama në takimet e fundit. Mos mendojnë këta që Sali Berisha mund vinte si çdo vit Edi Rama që bënte pushim nga 15 ditë dhe thoshte vete në asamblenë e përgjithshme, bënte piktura e vizatime dhe pinte verë me shokët e tij. Ju si ambasador i Shqipërisë në OKB, si e shihni këtë mungesë të kryeministrit? Pa diskutim është diçka shumë e rëndë që ai e ndjen, që po i shket këmba, do me thënë nuk ka më bazë ku të qëndroj, sepse ai mezi priste. Gjithë kjo ideja e... Nuk shkon, nuk e fton, apo do të shmang faktin që nuk ka takime të rëndësishme? Është më e rëndë, se nuk e ftojnë. Aty mund vej dhe Fidel Castro. Pa, sigurisht, po këtë aty është një vend që mund vend të gjithë, por ai nuk guxon më të vej. Ai mund ta shihte shumë mirë për gjysmat
e naive të thoshte bëra një fotografi me presidentin Amerikan dhe shiko sa ndo, për ata që nuk kuptojnë nga politika, po as të nuk e bëri. E dyta, a i bëri diellën që nuk është as inteligjenca artificiale, dhe unë kam patur gabim që e kam parë seriozisht. Ajo është një avatar, është një prizë kështu për të bërë inteligjencën artificiale, platformë ti duen miliarda $, që ai nuk i ka... Nuk është vetëm çështje miliardash, se kam lexuar edhe shumë ekspert ndërkombëtar lidhje me këtë çështje, ajo ka një, po jo vetëm ajo, ka një